Po, Πρόεδρε. Το κράτος δικαίου είναι θεμέλιο. Faleminderit shumë. Sundimi i ligjit është parimi kryesor i çdo vendi demokratik. Mungesa e këtij është problemi më i madh në Shqipëri sot. Ky problem nuk është institucional, është një problem social për shkak se dëminon jetën e qytetarëve. Deportimi në mas i qytetarëve nuk është që ata kërkojnë masa më të mirë, kërkojnë situatë më të mirë ekonomike, por ato duan dhe një shtet më të mirë. Unë dëshiroj të përqendrohem sot në reformën ligjore dhe në reformën gjyqësore të gjyqësorit. Fatkeqësisht, gjatë 10 viteve të fundit, masat që u morën nga qeveria nuk kanë patur efektin që qytetarët dëshirojnë të kenë. Ato kanë qenë investime financiare, por nuk kanë pasur rezultatet që ne kemi dëshiruar apo kemi pritur. Pse? Sepse në Shqipëri fatkeqësisht sistemi i drejtësisë është i kapur nga të njëjtët personë të cilat po përpiqen ta reformojnë atë. Qeveria e tanishme përmes procesit të vetimit, i cili kontrollon në fakt gjyqtarët potencial, e ka lënë sistemin pikërisht me të njëjtat gabime apo mangësi të cilat i ka pasur që në fillim. Pra, dikush duhet të kontrollojë vendimet e gjyqtarëve, të drejtat e njeriut janë Strasburgu ka çuar prokuror publik që të vërtetonte dështime të ndryshme, për shembull njerëzit që janë përjashtuar nga hapësira e Schengenit pa një proces gjyqësor. Shqipëria sot ka mbajtje 198 ditë i mban në paraburgim. Është shumë më tepër se sa çdo vend tjetër në Evropë. Qeveria përmes prokurorit publik, sistemi gjyqësor ka menaxhuar që në fakt të mbajë në presion oponentët zoti Berisha, që është udhëheqësi i opozitës, zoti Meta është në burg dhe pra e gjithë kryetari i Bashkisë së Tiranës gjithashtu është arrestuar. Çfarë vendi pra mund të ketë që mund të arrestojë një kryetar bashkie, zoti Velia, për gjërat që ai ka bërë? Pra ka pasur edhe krime të tjera të cilat nuk kanë dalë në lidhje me kryetarin e bashkisë, dhe këto në fakt kanë lidhje direkte me kryeministrin e vendit. Pra, ato e kanë arrestuar kryetarin e bashkisë për gjërat që në fakt gjërat që ka kryer gruaja e tij. Kjo në fakt nuk është në favor të qytetarëve, nuk ka siguri ligjore, dhe kjo është ajo që i ka çuar njerëzit, i ka detyruar ata të emigrojnë. Pra, ka raste në gjykata që nuk janë përfunduar. Në qoftë se një qytetar duhet të shkojë në gjyq sot, atëherë duhet aty këtij qytetari 10 vite për të marrë rezultatin. Pra në përfundim, sundimi i së drejtës në Shqipëri është në krizë. Prandaj unë nuk dua të vazhdoj më. Drejtësia nuk mund të jetë një privilegj vetëm disa personave, por duhet të jetë në duart e të gjithëve. Drejtësia ka qenë është përdosur në vitet në zgjedhjet e fundit. Pra ne na duhet që të kemi zgjedhje të hapura dhe të drejta. Nuk dua të vazhdoj për të përmendur të gjitha rastet që lidhen me opozitën, por dëshiroj të përmend vetëm një rast këtu, zoti Gogu. Mund të mos pajtohet me mua në parlamentin shqiptar. Ai u zgjodh në parlamentin e fundit. Në vend të tij ishte zgjedhur një person i cili kishte një baba që ishte një biznesmen shumë i rëndësishëm në vend dhe arriti që të argjonte shumë lek dhe të blente votat. E njëjta gjë është e vërtet edhe për shumë njerëz të tjerë, persona të tjerë në këtë sallë. Në çdo, pothuajse në çdo rajon të Shqipërisë ka një përfaqësues të krimit organizuar. Në sajt të marrëdhënieve që kemi këtu,
ne na duhet të sigurohemi që këto procese duhet të ndodhin pra dhe duhet të respektojnë shtetin e së drejtës. 45 vjet mbas këtij regjimi totalitar, akoma njerëzit dëshirojnë të kenë stabilitet ligjor dhe një demokraci të duhur, një demokraci të thellë, një demokraci në cilat